Enti Regulatori i Energjisë ka shtyrë miratimin e planit 10 vjeçar të investimeve të shoqërisë shtetërore Albgaz për shkak të mosplotësimit të dokumentacionit të kërkuar rregullator. Bëhet fjalë për planin e investimeve 2023-2032, i cili parashikon një vlerë totale prej 748 milion eurosh për gazifikimin e vendit dhe zhvillimin e infrastrukturës së gazit natyror. Ky është një proces që është shtyrë edhe më herët nga bordi i erës, duke i kërkuar Albgazit plotësimin e elementëve teknik, financiar dhe ligjor përpara miratimit përfundimtar. Sipas planit të depozituar, projektet prioritare përfshin tubacionin nga pika e tapit në Fier drejt Tecit të Vlorës, gasjellsin Fier Ballsh, si dhe gasjellsin Adriatiku-Jonian në seksionin e Tiranës dhe Durrësit. Vetëm për periudhën afat shkurtër, portofoli i investimeve parashikohet të arrijë në 212.7 milion euro, nga të cilat rreth 30.4 milion euro janë kontribute direkte kapitale nga Albgaz, ndërsa pjesa tjetër do sigurohet nga shoqëritë e projekteve. Aktualisht aktiviteti i gazit në Shqipëri mbetet i kufizuar, ndërsa rrjeti ekzistues prej rreth 498 kilometrash është i amortizuar dhe përdoret me kapacitete minimale. Shtyrja e vendimarrjes nga ere konsiderohet procedurale, por njëkohësisht shtyn dhe miratimin e një prej dokumenteve strategjike për zhvillimin e sektorit të gazit në Shqipëri, i cili shihet si kyç për diversifikimin e burimeve të energjisë dhe reduktimin e varësisë nga energjia elektrike.